Mirë, me lejen tënde të marrim me që jemi në një moment kur ka ngjarje se du të rikthej prapë to kapelet. Po do të kesh dhe një kapele me dysha, me tresha, me zero. Me zero s'kam për fat keq, po nuk besoj që do na duhet kapele me dysh. Prap kemi 51 mandate për madhështorët, cilët kanë rifituar mandatin që humbën rreth një orë më parë, bëhet fjalë për mandatin që mundësia kishte marrë në Tiranë, dhe shikojmë pra që Partia Demokratike dhe Aleanca Madhështore kam rimar mandatin e 14. Pra mbetet si duket me shtimin e votave të numruara nga temi diaspora, sigurisht është rikthyer temi ekuilibri brisht në mandatet e Partisë Demokratike, e cila tashmë në rang kombëtar rikthehet në shifrën 51, por shikojmë pasi, siç u thash, votat vazhdojnë numërohen. Partia Demokratike ka, ndoshta i kemi edhe tabelën me përqindje të votave nga emigrantët, kur ta keni gati e nxjerrin. Pra Partia Demokratike gjithsesi merr më shumë vota se partitë e tjera, mundësia, Shqipëria bëhet dhe lëvizja bashk, por Partia Socialiste, shikoni shifrat, dhe njerë ju lutem, Partia Socialiste, shikoni që çfarë shifrash është në votat e diasporës. Kjo tregon që ndoshta kjo tabela mund të ndryshoj sërish, se kam shumë qef kur është garavista hartën, nëse arita gjetë dot nuk e gjeta, po kjo mund të ndryshoj sërish dhe një shiktu mund të shkoj tek treshi lartë. Pra, me shumë gjas në Tiranë, për shkak të votave të diasporës, mund të ketë sërish ndryshim. Por kësaj radhe, nëse PD-ja ja mori mundësisë, ka shumë mundësi që socialistët t'ja marrin këtë mandat. Megjithatë, do rim dhe do shikojmë, po për momentin Partia Demokratike, fati i Partisë Demokratike, duket se po përcaktohet nga kapelja e Edi Ramës dhe nga kapelja e Sali Berishut. Për momentin do lejmë të ky është numri i mandateve të PD-s. Po mentor, ndjes.